Në ditën e parë të mëngjesit, shumë besimtar musliman janë vendosur në sheshin kryesor të qytetit Kavajës për të kremtuar festën e Fitr Bajramit, e cila shënon përfundimin e tij të madh të Ramazanit. Ceremonia festive nisi me leksimin e Kuranit famlar, duke krijuar një atmosferë të mbushur me devotshmëri dhe përkushtim. Më pas, Hafizi Gentianela ju drejtua besimtarëve me një mesazh frymëzues mbi rëndësinë e besimit tek një Zot i vetëm, i cili është i vetmi që meriton adhurim. Me anë të fjalëve të Zotit, ne njohim më thellë të madhin Zot, duke njohur dashurinë që ka Zoti për të drejtën, dashurinë që ka Zoti për besimtarët e drejtë, dashurinë që ka Zoti dhe mëshirën që ka Zoti për besimtarët që ndjekin mesazhet dhe fjalët e të madhit Zot, për pranimin e Zotit, pranimin e veprave të mira, pranimin e besimit dhe pranimin e pendimit e të tjerë me radhë. Pas fjalës së tij, tekbiret dhe falenderimet për krijuesin e gjithësisë vijuan deri në momentin e faljes së namazit të Fitr Bajramit, një moment solemn dhe i veçantë për besimtarët. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Në vijim, miftiu i xhamisë së qendrës Zoti Besnik Leçini mbajti hutben e kësaj dite të shenjtë, ai uroi besimtarët dhe theksoi se sakrifica e tyre gjatë agjërimit do të shpërblehet nga Allahu, i cili është krijuesi i gjithësisë. Miftiu kujtoi gjithashtu rëndësinë e mirënjohjes dhe falënderimet për të mirat që janë dhënë. Vëllezër dhe motra, vërtet mbaroi muaji i Ramazanit, por se adhurimi i të madhit Allah xhelle xhelaluhu nuk mbaron me largimin e muajit Ramazan. Ne na ka kriju i madhi Zot, ta adhurojmë atë. E Allahu thot në Kur'an: "U'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhurojeni Zotin tuaj derisa t'ju vijë vdekja. E lutim të madhin Allah me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera. Na i ketë pranuar agjërimin ton, na i ketë pranuar namazin ton, na i ketë pranuar lëmoshat tona, na i ketë pranuar leximin nga Kurani famlar, përmendjen e Zotit që kemi bërë dhe të jap forcë dhe shëndet të adhurojmë Zotin ton deri në frymëmarrjen e fundit. Urimi jon i fundit është gëzuar Fitr Bajramin, paqe, begati dhe mirësi, sjell kjo festë në familjet tuaja, në qytetin ton, në vendin ton e kudo që janë besimtarë. Në përmbytje të fjalëve të tij, Zoti Leçini tha se besimtarët të forcojnë lidhjen me fen dhe devotshmërinë, pasi jeta është e shkurtër dhe pa sigurt. Ai ftoi të gjithë që të mos ngurojnë në përkushtimin e tyre ndaj besimit dhe të marrin shpërblimet e premtuara nga Zoti. Pas faljes, besimtarët u përqafuan me njëri tjetrin, duke shkëmbyer urime dhe duke vijuar festimet pranë familjes së tyre. Në një atmosferë festive, myftinia e xhamisë së qendrës organizoi më pas një koktejl modest, ku priti në takim zyrtar të lartë vendor dhe përfaqësues të dy karave politik. I pranishëm ishte dhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja. Qytetari i parë i Kavajës uroi të gjithë besimtarët musliman për festën e Fitr Bajramit dhe për mbylljen e një muaji agjërimi. Në këtë ditë të begatë, uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar Fitr Bajramin, pas një muaji sakrifice të Ramazanit, në çdo familje, në çdo vatër të qytetit Kavajës, i uroj vetëm bashkësi, solidaritet dhe në emër të Zotit paqe dhe harmoni në familjet e tyre. Kavaja shquhet për tolerancën fetare dhe edhe sot e treguam me faljen dhe me rritjen fetare që u bërë në qendër të qytetit, që ishte një mrekulli e vërtet. Kështu që kështu të bashkuar gjithmonë do të ecim përpara dhe do ta çojmë Kavajën akoma më mirë aty ku e meriton. Përfaqësuesit politik përcollën gjithashtu urimet e tyre për gjithë besimtarët musliman të qytetit, duke pasur rëndësinë e vlerave të harmonisë dhe solidaritetit. Gëzuar Fitr Bajramin.